Pas inaugurimit më 19 shkurt në Washington, Bordi i Paqes hapi faqen zyrtare të internetit. Në të janë publikuar edhe 28 shtetet themeluese, ku figurojnë po ashtu Kosova e Shqipëria si anëtare. Konkretisht, shtetet anëtare janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria, Kosova, Turqia, Arabia Saudite, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Pakistani, Izraeli, Egjipti, Jordania, Kazakistani, Uzbekistani, Paraguay, Maroku si dhe vendet të tjera nga Europa, Azia, Afrika dhe Amerika Latine. Vihet re se kryeministri Edi Rama shfaqet menjëherë në krah të Donald Trump. Në kartën e bordit renditen të gjitha parimet dhe synimet e tij, duke deklaruar se paqja e qëndrueshme kërkon gjykim pragmatik, zgjidhje të shëndetshme dhe guxim për të lënë pas qasje dhe institucione që shpesh kanë dështuar. Duke pohuar se vetëm partneriteti i qëndrueshëm dhe i orientuar nga rezultatet, i bazuar në barë dhe angazhime të përbashkëta mund të sigurojë paqen në vende ku ajo ka qenë për një kohë të gjatë e paarritshme. Në një nga faqet është vendosur edhe thënia e Trump për bordin. Ky bord ka mundësinë të jetë një prej organeve më vepruese të krijuara ndonjëherë. Gjithashtu është shprehur qarta zgjedhje misioni ku thuhet se kjo organizat synon stabilitet dhe paqe në zonat e prekura nga lufta. Bordi të ndërtoj paqe në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Në hapësirat përkatëse është bërë edhe ndarja për bordin e paqes, bordin ekzekutiv të Gazës dhe përfaqësuesin e lartë të Gazës. Gjithashtu në planin e paqes për Gazën janë renditur edhe vendet që do të kontribuojnë financiarisht, ndërsa Shqipëria dhe Kosova renditen në vendet që do të dërgojnë trupa për forcën ndërkombëtare të stabilizimit.